Kretori Kastroti dhe qytetarët e kanë po sinceritetin edhe vendesmërinë e kryetarit Kastrati, po filloj me projektet infrastrukturore të cilat veç shihen nga të gjitha ata që dojnë mi po, sepse ka dikush që ka lënë mbi to dhe nuk dënë me po. E ka një farë ignorancë për shkak që nuk e kumboni, po e ka bon dikush tjetër. Shiko, do të më dojnë me bon një elaborim të asaj se që ka ndodhur me Lishev konkretisht të infrastruktura. Po fillojmë fillimisht me bulevardin Ibrahim Azreku. Ju jeni dëshmitar pasi që keni pa dhe keni vizitu Malishevin, që në kohrat kur kemi pas, sidomos në vjeshtë dhe ndimër, gjithmonë kemi pas probleme me vëshime. Edhe rruga ka qenë mbuluar me ujë, sidomos rruga Ibrahim Azreku, ku tash është i vendosur bulevardi Ibrahim Azreku. Që ka ndodhur aty? Nuk është thjesht kjo fotografia me plot njerëz që shëdisin anë. Për marrë deri te kjo fotografi u bën një punë e jashtëzakonshme. Në të parë është këtë sistemi i kaluar që ka qenë i qoftë elektrikës, qoftë i ujrave fekal, qoftë i ujrave atmosferik, është ndryshu. është bën me pastru ujrat aty brenda kanalit, me dorë mundesh mi pastru, më që është kriju hapësira për ndoshta për 50 vjet ose për 100 vjet të ardhshme nuk ka nevojë mos gjeru ajo pjesë aty. E para, e dyta, paralelisht me këta ka ndodhur një diçka jashtëzakonshme që s'ka ndodhur komunat e tjera, ka qenë lirimi i hapësirave publike. Jeni dëshmitar që e keni pa, ka ndodhur një fenomen që s'ka ndodhur në Republikën e Kosovës më herët. Mo rënu gjitha ato objekte, jo në tërsinë e tyre, po për atë pjesë sa ka qenë e nevojshme për komunat dhe që s'ka qenë pronë e tyre, pa asë një incident, pa asë një akses. Është një diçka që është e vërtet, në radhë parë, mi falenderu gjithë Malishevast, sepse ata kanë tregu një kulturë të jashtëzakonshme rreth kësaj, por pse ka ardhur deri te kjo kulturë? Pse s'ka pas gjithë ndonjë incident? S'ka pas sepse janë bind që ky projekt nuk janë të rënu ato objekte me qëllime caktuara. Është u bën një vije drejt, ku ka më rregullu Malisheva, edhe ka mi shërby veç atyre bizneseve, ka mi shërby ky projekt. Kryetari Kastrati dhe qytetarët e kanë po sinceritetin edhe vendesmërinë e kryetarit Kastrati, normal me bashkëpunëtorët e tij që e ka seriozisht me ndryshu Malishevin. Ndërun, keni pa vetëm shtyllat elektrike dhe kablët që kanë kalu nga një shtyllë në shtyllën tjetër dhe lidhjet e biznesit. Ka qenë një katrahur e vërtet.